إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم صدق الله العظيم. I gjithë falenderimi dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanuhu, atë falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salat dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasun rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkërisht edhe sot këtë ditë të bekuar të xumas, ku do të shpjegojmë emrin e bukur të Allahu xhaleshanuhu El-Maniu. Emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu El-Maniu përmendet në Kur'anin famëlar, përmendet edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu El-Maniu në gjuhën shqipe e ka kuptimin privuesi, ai i cili shmangët. Allahu Dhul Gjelal është ai i cili ndalon të këqijat dhe sprovimet, duke e mbrojtë dhe rujt ata që do. Allahu Dhul Gjelal mban bujarin e tij nga njerëzit, ose pse ata nuk e meritojnë ata, ose ti provoj ata. Nëse Allahu xhaleshanuhu dëshiron të privoj dikën nga bujaria e tij, a ka ndonjë fuqi që mund të ndërhin? Ajetin që e lexova më herët është në surën El-Bekare, ajeti 216, ku Allahu xhaleshanuhu na drejtohet dhe thotë: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum." Ju mund ta urreni një send e ai shumë i dobishëm për juve. "Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum." Dhe ju mund ta doni një send e ai është ndam për juve. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu Dhul Gjelal na e ban me dije se ndoshta neve shpesh herë ndonjë punë na duket e hajrit. Mirë po Allahu xhaleshanuhu e di fshehësinë asaj pune. Ajo punë ndoshta është sherri më i madh për neve. Po shpesh herë ndodh që ne mendojmë se ka sherr me një punë, po aty del hajri. Që nuk kuptojmë se Allahu xhaleshanuhu është ai i cili e din fshehësinë e secilës punë të cilën ne nuk e dimë. Ne shpesh herë garrendni, ngajmë, bojmë hoxhun për ndonjë punë, mirë po aty ndodh fatkeqësia jonë ndoshta, po na nuk e dimë. Në sytë tonë duket punë e mirë, mirë po fundin e din vetëm se Allahu xhaleshanuhu. Po shpesh herë ndodh edhe e kundërta, ndonjë e keqe neve na duket mirë, por na të keqe ka mirësi, ka begati të cilët i din vetëm se Allahu Dhul Gjelal. Në surën El-Mulk ajeti 21, Allahu xhaleshanuhu thot: "Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utuwin wa nufur." Kush është ai i cili ju ushqen, po që se ai u ndërpret furnizimin e vet? Jo askush, por ata vazhdojnë me arrogancë dhe e kundërshtojnë Allahun xhaleshanuhu, e kundërshtojnë Zotin e tyre. Furnizimi dhe begatit vijnë nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Nëse Allahu xhaleshanuhu na ndërpret rrezkin, kush mundet me na i dhon këtë rrezik? Asnjë krijesë në sipërfaqen e tokës nuk mund siguroje një kaçore furnizim. As për vetveten, që për qetë më mos flasin. Po mos të ishte Zoti Dhul Gjelal, ne
asnjëri prej nesh nuk jemi në gjendje për vetën tonë sigurojmë risk. Gjithashtu Allahu xhaleshanuhu e përmend në një ajet tjetër kuranor dhe thotë fara'aytumul ma'a alladhi tashtaribun. E shihni ujin që e pini. Ata Allahu xhaleshanuhu e shlon prej reve, ne jemi ata që e lishojmë. Më thonë, edhe begatit, edhe ushqimet, edhe pije, edhe çdo rrezik tjetër, është Allahu xhaleshanuhu ai i cili na furnizon dhe ai i cili na jep secilit prej nesh. Dhe ne duhet jemi nga ata të cilët ja dim vlerën këtine mirësive, këtine begative që na jep Allahu dhul xhelal. Du të ndaj me juve rastin e Jusufit a.s. i cili është rast që përmendet në Kur'anin famëlar. Historia e Jusufit a.s. është histori shumë e madhe. Krejt një sure e tëra është emërtuar me sure Jusuf. Unë sot do të bi një ngjarje të shkurt, e cila ngjarje ka lidhje me këtë emër të bukur të Allahut xhaleshanuhu. Vëllezërit e Jusufit a.s. e kishin zili, e kishin një natë, sepse baba i tij Jakubi a.s. e donte më shumë, sepse ai kishte vend veçantë në zemrën e babës së tij. Dhe një ditë nga ditët, kur Jusufi a.s. babës vetë për i tregon ëndrrën, se dielli dhe hana edhe 11 yje do të përuleshin, zilia e tyre u shtu edhe më shumë. E kemi ajetin kuranor në surën Jusuf ajeti i 5, ku e këshillon Jakubi a.s. birin e tij, i thot o biri jem, mos ja u kallëzo ëndrrën vëllezërve tu, mos kurdisin ndonjë kurth kundër teje, se vërtet shejtani është armik i hapur i njeriu. Para mendojnë vëllezër të ndershëm besimtar, për shkak të kësaj zilie, pa paskur një çfarë faji, ata e hodhin pus, në bunar. Ata pastaj e shitin si rob. Ata pastaj e burgosin pa faj. Në fjalë tjera u privu nga jeta, vetëm se patën zili vëllezërit e vet. Vetëm se kishin xhelozi vëllezërit e vet, i ndodhen krejt të qia një pas një. Mirë po Allahu dhul xhelal isha i cili e pengoj nga vdekja në pus. Allahu xhaleshanu isha ai i cili e pengoj nga shpifjet e gruas së Azizit, Zulejhas, i cila i boni shpifje për amoralitet. Allahu xhaleshanuhu isha i cili e pengoj edhe haresën edhe kështu burgos pa drejtësisht. Mirë po, këtë këtë me mbikëqyrjen e Allahut të dhul xhelal. Jusufi a.s. kur doli nga burgu, u bo ministër. Jusufi a.s. u bo shkaktar që të shpëtoi një popull nga uria. Uri bashku me babën e tij Jakubin a.s. Dhe normalisht që del në shesh drejtësia dhe pafajësia e Jusufit a.s. Ne o vëllezër të ndershëm besimtar, sot po jetojmë një kohë ku secili prej nesh një ëndër me pa kemi qef ta shpërndajmë. Sukseset tona i kemi si kemi, i mormi sukseset e huaja i publikojmë. Pastaj ditëlindjen e fëmijëve, ditëlindjen e prindve, ditëlindjen e nanave, ditëlindjen e babave, martesën, fesën, udhëtimet. Asa nëna, valla, apo ma frin një ujë. Po, me ta frin një ujë. Me ta frin një ujë, ku e gjetët ju këtë ujë me frin? Ku shkruan që do të me të frin ujë? Ku e mësuat që do të me ta frin këtë ujë?
Fjalë tjera, zili kanë pas vëllezërit e Jakubit alayhis salam. Zilia ekziston edhe sot. E sidomos në kohën në të cilën po jetojmë që ndoshta edhe pa bismillah po bim. Ndoshta edhe pa bismillah në xhami po him. Ndoshta çka pret? Në fe vëllezër të ndershëm besimtar, rastësi nuk ka kur gjon. Feja detajisht I ka shpjeguar të gjitha gjanat. Ruje suksesin, mos e publiko suksesin, mos e merë suksesin e tjetrit, e kështu me radhë, kështu me radhë. Gjithashtu, vëllezër të ndershëm besimtar, transmetohet se kur Umeri radiallahu anhu, atë ditë që dishti ta pranoi fenë islame, e kishte një jetin shumë të keq. Një jetin I kishte më shku me vra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe në rrugu taku me Nuaim ibn Abdullahin. E pa Nuaimi se shumë ishte I inatost, Omeri radiallahu anhu. Dhe u drejtu dhe I tha, çka të ka ndodhur që ti kanë shumë I inatost? Dhe jam I dhunë, tha, me Muhammedin I cili është duke shpërnda me të madhe këtë fenë e re të cilën është paraqit. Do të shkoj dhe do ta likvidoj. Mirë po çka ndodhi vëllezër të ndershëm besimtar. Nuaim ibn Abdullah I tha, gabimi I nis. Ka truki që kjo fere në shpinë tane. Motra jote dhe dhëndri jote kanë pranuar fenë islame. Atëherë u inatos hala ma shumë. Dhe kur shkoj të shtëpia e dhëndrit dhe të shtëpia e motrës, e dëgjoj një pjesë nga Kurani famëlart I cili depërtoi thellë në zemrën e tij I cili u bë shkak që kie pranoi pastaj islamin. Çka ndodhi? Kini mrena me vrull dhe ato I fshehën fletët e Kuranit dhe në atë moment ju vërsul dhe tha mi bini ato fletat I shoh. Dhëndri e kundërshtoi ki më shojnë shpull. Motra e kundërshtoi dhe motrës I më shojnë shpull. Sepse e kishte kaplu arrogancë e madhe. Momentin që e panë se Omeri ka qëllim tjetër. Ja dha në të letrat, pjesë Kuranit. Dhe për këti momenti drejtohet të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I cili ishte I strehum të shtëpia e Erkamit. Dhe kur e panë sahabët tjerë Omerin radiallahu anhu e dishin se kush është. E dishin shumë mirë se kush është. E dishin se ki ka ardhur vetëm se me bën ndonjë bela. Ki ka ardhur me bën ndonjë problem. Kishin frikë sahabët se do t'i ndodhe diçka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam ishte I informuar. Lirojnë tha, lejën e tinje. Dhe e kapi për xhibe dhe I tha, ja Omer, deklaroj shahadetin. Omer radiallahu anhu pa vazhdu ma të tje, ashhadu an la ilaha illa Allah, dhe ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu e deklaron shahadetin. Besoj dhe dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahu xhaleshanu. Besoj dhe dëshmoj se Muhamedi alayhis salam është rob dhe I dërguar I tij. Unë nis me një jetë tjetër apo? Unë nis ta mbyse pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po Allahu dhul xhelal I cili me këtë emër të bukur të tij, Al-Maniu, privuesi, e provoi pides, e provoi e nali, ja ndroi idenë për të cilën ishte nis. Dhe ashtu e kemi edhe një rast tjetër me të cilën edhe do e përfundoj. Suraka, I cili kur Muhamedi alayhis salam me Abu Bekrin e bën emigrimin, e bën hijretin. Me kasit e asaj kohe e dhan një premtim se ai I cili e zot gjallë Muhamedin alayhis salam do të ketë një shpërblim shumë të madh. Në mesin e tyre ishte edhe Suraka, I cili e vishi këmishën e tij, tekurt, e ngjishi armën e tij, e mor shalën dhe kalin më të mirë që e kishte për këtë punë, dhe u shlu mas që ta zoje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në momentin, shkurtimisht, në momentin kur e pa Muhamedin alayhis salam bashkë me Abu Bekrin radiallahu anhu, u knaq sepse I zonë. Mirë po Allahu xhaleshanuhu
kishte plane tjera. Allahu xhaleshanuhu e mbrojti robën e tij, e mbrojti pejgamberin e tij, e mbrojti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kali i cili ishte më i miri. Kam t'i shafun. Nuk mund t'i me hec kali më të tjerë. Më thonë, e privoj Allahu dhul gjelal që të shkoj e të azoj Muhammedin a.s. dhe Ebu Bekrin. Në përmjet këti emri të bukur të Allahu Gjeleshanuhu, vëllezër të ndershëm besimtar, se cili për nesh, mund kemi dhe mund të mormi mësime. Mas pari në përmjet emrit Elmaniu, privuesit, Allahu Gjeleshanuhu na pengon ajo që ka na dëmton, edhe pse zemra jonë shpesh herë diçka dëshiron. Mirë po Allahu Gjeleshanuhu e di ma mirë se çka dënë dhe çka i duhet zemrës tonë. Burgi Jusufit a.s. ishte ndukje pengesë shumë e madhe. Privim nga jeta, por realiteti ishte që ta përgatise Allahu Gjeleshanuhu për të ardhmen kur dhe u bë ministër dhe ku e ndihmoi popullin mënyrën më të mirë të mundshme. Omeri radiallahu anhu u pengu që të bëjë krim më të madh. Allahu Gjeleshanuhu nëpërmjet këtij emri e pengoi nga zemrimi dhe ja dha udhëzimin që të deklarojë shahadetin. Gjithashtu edhe sahabi tjetër, Suraka u nis që ta zënë pejgamberin alayhis salam, nuk ishte atëherë sahabe, që ta fitoi shpërblimin mirë po u pengu dhe nuk u realizu njeti për të cilën u pregadit ta mori shpërblimin e tij. Dhe Zoti Gjeleshanuhu që ki emri i tij i bukur, vëllezër të ndershëm besimtar, ti ka plon zemrat tona. Ta kuptojmë mirë këtë emër të tij të bukur. Kemi nga ata të cilët bëjmë lutje, bëjmë dua me të gjithë emrat e Allahut Gjeleshanuhu, të cilët janë të bukur dhe janë të mirë. Vëllezër të ndershëm besimtari, kam di njoftime, i pari ka të bëjë në lidhje me javën e kaluar, ne si xhamati xhamisë Rezistenca, për fondin e xhamive të rrezikume që e ka listën Muftinia e Shkupit, në apelin që e banëm xhamën e kaluar kemi mbledh gjithsej 872 euro. 872 euro. Se cili prej ju që keni kontribu, për që këtë zani cili ato u thirë që ta shti, Allahu Gjeleshanuhu ju shpërbliv dhe ki e zanë qoftë u thimi juvë, ki e zanë qoftë ajo me të cilin ju i ushqeni imanin tuj, zemrën tuj. Dhe inshallah, Allahu Gjeleshanuhu ju shpërblin me të mirat e ti të pakufishme. Gjithashtu do t'ju marrë tash një 2-3 minuta në vazhdim në lidhje me një aktivitet që duhet të ndodhe mrena kësaj periudhe në komunën e Araçinës, ose me thonë më mirë në Araçinë. Vëllezër të ndershëm besimtar, na secili prej nesh duhet të investojmë te gjeneratat e reja. Secili prej nesh krenohemi me nipat tonë, krenohemi me mesat tona. Secili prej nesh krenohemi kur mrin sukses dikush prej ne. E dini fort mirë se ne kemi vetëm një klub futbolistik këtu në Araçinë, Shkëndija e Araçinës. Dhe në momentin kur fitojnë ato, neve na i bojnë zemrën mal. Sepse ne krenohemi me vlera, ne krenohemi me punë, ne du t'i motivojmë të rinjtë tonë që të miren me sport. Ju e dini se feja islami jep shumë rëndësi lojrave sportive, ka loja që i ndalon feja islami, për të cilën një ditë special do të bëjmë një temë dhe do t'i shpjegojmë ma gjansisht të gjoma. Në përmjet sportit ose në përmjet futballit tash bëhet fjalë, fillimisht zhvillohet individi, zhvillohet disciplina.
përmisohen marrëdhëniet nërmet fëmijëve më së pari, nërmet rive. Vjen shpreha trimnia se ati do të me ngaren. Pastaj respektohet kundërshtari. Ati ka kundërshtar, ama kundërshtar të lojës, jo kundërshtar kështu edhe jashtë lojës. Pastaj gara e cila është shumë e preferuar në fenë islame. Rreth garave do të shpjegojmë edhe në xhumat tjera. Kemi pas mbledhje mbram 5 xhami të Araçinës, kemi qenë hatibat e xhamive të Araçinës dhe mutelvelit të xhamive, kryetarët e këshillave të xhamive. Njëkohësisht e kemi pas edhe kryesin e klubit Shkëndija e Araçinës. Ata kanë përgatit disa kartela antarësie, e cila kushton 100 euro vjetore. I kanë shpërnda 85 xhamit. Gjithë ju që jeni të interesuar dhe do t'ju interesoje, drejtohuni te këshilli i xhamisë për me u antarësu. Edhe ata që s'kanë mundësi 100 euro, mund të drejtohen dhe t'japin kontributin e tyre. Kur po dojmë të livdohemi, atëherë edhe duhet pak nga xhepi jon të kursem dhe shërbem për rinin ton, për ardhmërin ton. Hiç nuk na vjen mirë kur thonë se me një mahall, kjo punë, me një mahall tjetër, ajo punë e ligë, që investojnë një nalë e punën e ligë. Që kemi rast konkret, domethënë. Ato janë të luftu tash për me hinë ligën e parë. Dhe si cilin prej neve kanë me knoç kur dalin liga e parë, ama liga e parë kushton. Nga ona tjetër, ju e dini se ato lojtarët mujnë një lojë me lujt pa pare. Hajde do t'i lutmi edhe një lojë në ta lujnë pa pare. Kjo ka me të ndollën tonë, vëllezër të ndershëm. Pasi jetojmë këtë shtetë, tash na duhet kushtet vetë t'i bojnë. Se me u kon shteti normal, ato duhet me financu. Po e dim që në çfarë shteti jetojmë tash, nuk na duhen fjalë tash, nuk kemi nevojë këtu të kallëzojmë se duhet kështu, se duhet ashtu, ato duhet të kenë obligime, se ka ministri speciale, mos pas ministri, ka institucion special që mirët me sport, mirë po për fat keq, kura investimi për Araçin, se ato investojnë në Araçin, një të zezë me bo, investojnë në Araçin, se Araçina këtë zezë ka, atë zezë ka, e na gjithmonë ju kemi kallëzu se si kemi këto të zeza. Jo, na do të garojmë me veprat mira, na do t'i kundërshtojmë të gjithë ata të cilët mundohen me aqit ftyrën e zezë Araçinës. Ne do të luftojmë edhe nëpërmjet sportit kësaj radhe, po edhe radheve tjera, inshallah Allahu xhaleshanuhu na ndihmon. Këtine trive ju dëshiroj sukses. Dhe suksesi nuk do të mungoje sepse e di se me çfarë popull kam punë. Unë për veti e di se me çfarë xhamati kam punë. Unë për veti e di se vitin e 8 kam nisë me juve. Deri sot çdo aktivitet që kemi marrë, e kemi kryer bile edhe pa na marrë vesh kërkush tjetër. Kemi shumë raste, një javë që po e përmeni. Te pikat kur i shtrum. Vetëm se një javë kemi bën shpallë don që ka çfarë, javën tjetër u mbledhën fare. Inshallah Zoti xhaleshanu ju shpërblen. Elhamdulillahi rabbil alamin.